Sot zhvillojmë kampionatin kombëtar të 88 për të rinj në qytetin e Elbasanit. Kemi një pjesëmarrje prej 11 klubesh të ndryshme nga qytetet të ndryshme të Shqipërisë, me rreth 170 sportistë, të cilët garojnë sot në të gjitha disiplinat e atletikës. Është një event shumë i rëndësishëm për federatën tonë, pasi këtu bien në palë të gjithë talentet për të ardhmen e atletikës shqiptare, duke qenë se jemi edhe në prag të fillimit të aktiviteteve ndërkombëtare për të rinj, siç është kampionati evropian i U18 që zhvillohet në Rjeti dhe kampionati ballkaniku i të rinjve, i cili zhvillohet në Rumani. Krahas këtyre kemi edhe kampionate tjera të rëndësishme si ai i shteteve të vogla, Small States, i cili zhvillohet në datë 30 maj në Monaco, ku gjithashtu kemi dy atletë talentuar nga moshat e reja, si Jonatani dhe Fibi, të cilat do të marrin pjesë së bashku me ekipin e të rritur në këtë aktivitet. Shpresoj që sot të kemi rezultate sa më të kënaqshme për garat, edhe për të gjithë trajnerët dhe vetë sportistët të cilët kanë gjithë vitin që përgatiten për këtë ditën e sotme. Ju urojmë suksese sa më shumë. Federata gjithmonë do përpiqet të mbështesë klubet edhe sportistët e rinj, pasi këta janë e ardhmja e atletikës shqiptare dhe shpresojmë të kemi sa më shumë Luiza Gega dhe Izmir Smajlaj për atletikën tonë shqiptare.